Bashkëpunëtori i drejtësisë Artan Tafani, që dikur i ka shërbyer bandës së Laert Haxhiut, dëshmoi në gjykatën e posaçme se si vendosi tritol lokalit dhe dyqanit të Rigel Srajkut, reperit të njohur si Noizi. Ai tha se u urdhërua nga kreu i bandës Laerti në mbrojtje të shokut, reperit tjetër Kleviol Ahmetaj, i cili kishte probleme me Noizin. Laerti e ndoqi nga TikTok që Klevioli ishte zënë me Noizin, kishte shkuar në Durrës ku e kishin goditur. Unë flisja edhe me vëllain e Laertit. I thash do i vëm tritol Noizit. Ai na thash turp, ç'a thoni? Mos e bëni. Një moment tjetër Laertin e mori e ëma në telefon nga Gjermania, po i thoshte gjuna si e goditën Kleviolin, edhe motra po ashtu. Aty Laerti sikur u vu në sedër, kur e merrte ëma dhe motra ai nxihej. Aty na tha pastaj shkoni bëjeni shpejt, vendosni tritolin. Sa po morën vendimin për të shpërthyer tritolin, ata u nisën nga astiri në Durrës për të vendosur eksplozivin në pronën e reperit me 8 qershor 2022 në orën 3 të mëngjesit. Në shtëpi ishim unë, Lulzim Spahiu e Laerti. Unë e Lulzimi bëm makinën gati, tritolin e kishim në shtëpi, e kishim marrë në Tepelen. Bëm gati 1 kilogram, e ngjitëm me skoç se i patëm në tulla 200-300 gramshe. Unë shkova aty, por nuk po jeja shkallët nga hipej. Laerti na tha t'ja hedhim në lokal Noizit. Lokali ishte në katë dytë dhe kishte xhamat hapur. Si përfundim i thash, ta vot tek dyqani poshtë, dyqani rrobave. Mirë the Laerti, aty vendoseni. E vendosa te dera, ndeza fitilin dhe ika te makina. Sa jemi larguar te shinat, një si kanal ur, pa dal në rrugë kryesore, dëgjuam shpërthimin. Të mërkurën në gjykatën antikorrupsion dëshmoi ati i Noizit Bashkim Rajku, ndërsa në 28 maj pritet të dëshmojë vetë reperi dhe Kleviol Ahmetaj, me të cilin sipas bashkëpunëtorit të drejtësisë, Noizi ishte në konflikt.